Arlind, kam një pyetje, po ndryshe nga të tjerat. A është e vështirë të rrisësh një fëmijë sot në Shqipëri? Po bëhet çdo vit më vështirë sepse çdo vit rriten kostot e mirë rritjes së një fëmie dhe çdo vit shteti merr gjithnjë më pak përgjegjësi për edukimin e fëmijëve. Ka bie fjala më pak vende, sidomos qytetet të mëdha, ka më pak vende në qerdhe dhe në kopshtet publike dhe familjet do duhet të paguajnë institucione private që fëmijët edukohen. E dyta, ka më pak fusha sportive për shkak ndërtimeve abuzive. Ka më pak parqe, hapësira ku fëmijët mund të luajnë dhe mund të shoqërizohen në mënyrë kreative dhe solidare me njëri tjetrin, sepse gjithçka shihet në mënyrë tillë që disa investitorë të pastrojnë parat pista edhe të bëhen gjithnjë më miliarderë. Dhe kjo i detyron familjet pastaj që të mos kenë mundësi tjera për të marrë me fëmijët ose për të pasur minimum jetës sociale, sa të përfundojnë 4-5 veta në kafe, të gjithë me celular përpara, që është vërtet shumë e dëmshme për fëmijët, është shumë e dëmshme për kreativitetin e tyre, i largon nga librat, i largon nga shoqërizimi i shëndetshëm me njëri tjetrin. Prandaj na duhet një kthes e fortë, na duhet një shtet që të mos jetë thjesht shtet hajdutësh, të mos jetë siç është sot, shtet grabitqar, shtet indiferent, madje nganjëherë neglizhent deri në kriminalitet, por të jetë një shtet i kujdesit social. Të jetë një shtet që mbështet familjet ekonomikisht, i mbështet familjet dhe fëmijët për sa i përket infrastrukturës, jo vetëm arsimore, po edhe të argëtimit. Dhe u lehtëson barrën e kujdesit, barrën ekonomike të kujdesit prindërve. Në rast se nuk e bëjmë diçka të tillë, do të përfundojmë gjithnjë më keq, me familje dhe me fëmijë që keq rriten, që nuk ndërtojnë dot, nuk kanë mundësi ndërtojnë ato ndjenja, ato emocione pozitive me njëri tjetrin, dhe pastaj riprodhohen në sa e sa probleme sociale që ne i ndeshim për ditë kudo nëpër Shqipëri. Por kjo do politikë guximshme, kjo do politikë me ide të mëdha dhe kreative, po mbi të gjitha do politikë ndershme. Se duhet ta përsëris deri në mërzi, nuk mundet edhe të vjedhësh edhe të qeverisësh.